Zoti Halling tha në ditën e hënë diçka shumë interesante. Unë do ta perifrazoj atë që tha ai. Po në thelb, ai tha se ndërkombëtarët Jamie Rubin, Wesley Clark u mashtruan për një 29 vjeçari siç ishte Hashim Thaçi. Vërtet e besoni ju këtë? Kemi një zotyri këtu që dikur ishte student, ka kaluar kohë në Zvicër dhe ky person u hodhi hi syve këtyre personave kaq të nderuar? Sigurisht që jo. Të gjitha dëshmitar erdhën këtu dhe ndan diçka me ju. Ju than, nuk ka pasur komandë dhe kontroll efektiv të UÇK-s. Nuk ka pasur strukturë politike. Hashim Thaçi nuk ka qenë përgjegjës dhe konflikti armatosur përfundoi në qershor të 1999-s. Sepse nuk do që të fokusoj në këtë pjesë. Madje, as nuk i thirrën këta dëshmitar që janë të përmendur në të gjitha provat e mundshme, vendosën të mos intervistonin, as të mos i thërrisnin. Por prokuroria vjen këtu sot dhe merret me prova shkresore, përpiqet të shtrembëroj dhe të ndryshoj faktet, duke shpresuar që ju të mos e shikoni që ata nuk i kanë provat e duhura. Ata e kanë barrën e provës. Dhe duhet t'i kujtojmë vetes se kjo barrë prove është shumë e lartë. Për te dyshimit të arsyeshëm, ju lutem reflektoni. Qoftë kur keni qenë student të juridikut, ku jurist, gjykatës, dhe mësuat kriterin e barrës së provës, se sa e rëndësishme është barra e provës, sa i lartë është pragu, për të garantuar që nëse do të mohojmë, do të heqim dikujt lirin, nëse një qeveri do ta bëj këtë gjë, apo një autoritet ta bëj këtë, do të jemi të bindur, të jemi të sigurt. Dëshmitarët ndërkombëtare, se kur vetë profesionistët e tyre dalin para tribunit gjykues tregojnë çfarë ka ndodhur, dhe deklaratat e tyre hidhen poshtë nga persona që as nuk kanë qenë të pranishëm në vendin përkatës, kjo është një çështje shumë problematike. Duhet të kemi parasysh se këto institucione, këto tribunale janë një mjet, një instrument i sistemit të rendit ndërkombëtar, se personat që kanë qenë përpara jush janë pjesë e këtij sistemi, janë persona që vendosin në fakt nëse duhet të ketë tribunale dhe nëse duhet të ketë drejtësi. Nuk mund të themi, pa ata nuk e dinë çfarë flasin, ju ishit atje. Po, ju keni qenë atje, po ju nuk e dini. Sepse ne do t'i interpretojmë gjërat ndryshe. Mos u besoni më syve, mos u besoni më veshve. Dim ne më shumë se ju. Është e rëndësishme që t'i kujtojmë vetes rëndësinë e këtyre dëshmitarëve. Mund mos ju pëlqejnë, as nuk ka pse t'ju pëlqejnë. Mund mos i respektoni dëshmitarët ndërkombëtar si individ, dhe as nuk keni pse ta bëni këtë, por duhet të respektoni rolin që kanë pasur, profesionet e tyre dhe shtetet që përfaqësojnë, Qeverinë e Shteteve të Bashkuara, Britaniken, NATO-n, edhe Kombet e Bashkuara. Këta persona nuk erdhën këtu në cilësinë e personave privat për të thënë, po kështu e mendoj unë diçka. Folën me ju, folën për ju, në emër apo në bazuar në përvojat e tyre dhe veçanërisht në emër të institucioneve që përfaqësonin. Përndryshe, se duhet të merrni autorizim për këta persona që të flisnin, sepse informacioni që kanë këta persona i përket institucioneve përkatëse. Pra, kur ju dhanë këndvështrimet e tyre, ishin të matura. Këndvështrimet e tyre ishin produkt i bashkëpunimit. Kishin informacion,
kishin informacion nga organizata ushtarake, civile, nga komuniteti i shërbimit informativ, raporte nga OJQ-t, debate të brendshme, konstatime personale në terren, nga raportime që merrnin prej terrenit. Pra, kishin këndvështrime të rëndësisht të bazuara. Jamie Rubin ka punuar për senatorin Biden, këshilltar i sekretares së shtetit. Në fakt, ai ka pasur për detyrë, për shkak se ka qenë çdo takim me sekretaren e shtetit, ai ishte personi që u caktua të shkonte dhe të zbulonte kush ishte Hashim Thaçi. I than shko, kalo kohë të. Dhe nëse ju kujtohet nga dëshmia e tij, ai në Rambuje, sa herë që i jepej rasti, shkonte pinte një cigare me zotin Thaçi. Ishte i pranishëm me të në sallë. Ai pati mundësinë të bënte vëzhgimet për